sot jemi mbledhur për të shënuar ditën e shërbimit publik. Por mbi të gjitha jemi mbledhur për të shprehur mirënjohjen për njerëzit që çdo ditë e mbajnë shtetin ton në funksion. Shpesh kur flasim për shtetin, mendojmë për ligje dhe politikan, për ndërtesa qendrore, për vendime, procedura, për buxhete dhe strategji. Por qytetari nuk e takon shtetin si një nocion abstrakt. Qytetari e takon shtetin përmes njeriut që i shërben, pra nëpërmjet zyrtarit që e dëgjon, mësuesit që edukon, mjekut dhe infermierës që kujdesen, policit i cili e ruan rendin, inspektorit që mbron sigurinë dhe cilësinë, si dhe në punësit që jep një përgjigje të drejtë, të qartë e me kohë. Në atë moment, shteti nuk është teori, shteti është shërbim. Prandaj administrata është fytyra e Republikës karshi i qytetarit dhe përjetimi i qytetarit për shtetin. Nga mënyra si e dëgjojmë qytetarin, si përgjigjemi dhe si e trajtojmë hallin e tij, ndërtohet besimi në institucionet tona. Qeverisja e mirë, transparente dhe në përkushtim të qytetarëve nuk është një parull politike. Është parimi ynë udhëheqës. Në një republikë demokratike, pushteti nuk është privilegj, por përgjegjësi e lartë. Udhëheqja që shërben nuk pyet sa pushtet kam, por çfarë përgjegjësi e kam. Nuk pyet sa kontrolloj, por sa lehtësoj. Ky është kuptimi i vërtet i shërbimit publik. Reforma e administratës publike është thellësi demokratike. Ajo jeton çdo ditë në sportel, në zyrë, në shkollë, në komunë, në qendër shëndetësore dhe në platformë digjitale. Orientimi ynë është i qartë. Administrata publike nuk duhet të jetë pengesë për qytetarin, por ura e që e lidh atë me të drejtat dhe mundësitë që i takojnë. Për vite me radhë është folur për reforma, por ne tani më kemi kaluar nga vizioni i përgjithshëm në veprime konkrete, të cilat po e transformojnë rrënjësisht këtë sistem. Gjatë vitit 2025 kemi shënuar avancim në zbatimin e reformës administratës publike. 65% e aktiviteteve të planifikuara kanë shënuar progres të plot ose të pjesshëm, ndërsa vetëm gjatë vitit kaluar janë zhvilluar dhe publikuar 74 shërbime të reja elektronike në e-Kosova, duke e çuar në 320 numrin total të shërbimeve digjitale për qytetarët dhe bizneset. Po ashtu kemi bërë avancime të rëndësishme në rekrutim, ku teknologjia i shërben një procesi më transparent dhe meritokratik. Meritokracia nuk është vetëm një synim i cili ngelet në letër, por një mekanizëm objektiv që garanton drejtësi dhe barazi në proceset e rekrutimit. Në punësi profesional dhe i ndershëm, tashmë ka hapësirën dhe mbështetjen e plot për të zhvilluar dhe për të vlerësuar mbi bazën e punës dhe përgjegjësisë. Së dyti, një shtet i fortë dhe efikas nuk ndërtohet me agjensi të tepërta e pa vija të sakta të llogaridhënies. Andaj ne po bëjmë reforma strukturore për të racionalizuar institucionet qeveritare, që ato të kryejnë më me sukses misionin e vet ndaj qytetarëve dhe shtetit. Shembull i mirë është racionalizimi i miratuar rishtas në qeveri i institucioneve të trashëgimisë kulturore, përmes të cilit 10 institucione shkrihen në një të vetëm, për të vendosur vija më të qarta të llogaridhënies dhe efikasitet të shtuar institucional. Transformimi i shtetit nuk matet vetëm me ligje e reforma, por edhe me përvojën që qytetari ka kur kërkon një shërbim. Për këtë arsye kemi avancuar platformën e-Kosova, kemi zgjeruar ndjeshëm shërbimet elektronike, kemi lancuar modelin e shërbimeve të integruara sipas ngjarjeve jetësore, kemi thjeshtuar shumë shërbime e procedura dhe jemi duke jetësuar konceptin e qendrave të integruara të shërbimeve.
kthen hapa konkret drejt një administrate e cila kursen kohën e qytetarit, ul barrën burokratike dhe e bën shtetin më të afërt me njerëzit. Sot dua të falenderoj në veçanti ata në punës publik, puna e të cilëve nuk shihet gjithmonë në plan të parë. Ata që punojnë pas dokumenteve, pas sistemeve, pas raporteve dhe pas vendimeve të mëdha. Ata që nuk dalin në fotografi, por pa të cilët nuk do të funksiononte asnjë proces i këtij shteti. Puna juaj ka vlerë të jashtëzakonshme. Përkushtimi juaj ka rëndësi të madhe. Republika ju njeh dhe ju falenderon. Të dashur në punës publik, ju jeni ata që e bëni shtetin të prekshëm për qytetarin. Ju jeni ata që shndroni ligjin në shërbim, strategjinë në zbatim dhe politikën publike në rezultat praktik. Le ta vazhdojmë ndërtimin së bashku të një administrate që nuk i friksohet ndryshimit, por e udhëheq atë. Një administratë që nuk e sheh qytetarin si palë, por si vetë arsyen e ekzistencës së saj. Sepse shteti i mirë nuk është ai i cili ka shumë procedura, por ai që ka më shumë drejtësi, më shumë shërbim dhe më shumë besim. Urime dita e shërbimit publik, ju faleminderit për ftesën dhe vëmendjen. Ju faleminderit i nderuar kryeministër për fjalën tuaj. Është kënaqësi e veçantë të jem sot me ju këtu në shënimin e ditës së shërbimit publik. Kjo ditë na kujton se administrata publike është një nga shtyllat themelore të funksionimit të shtetit. Ajo është pika ku qytetari takohet me institucionet, ku politikat publike shndrohen në shërbime dhe ku besimi në shtet ndërtohet përmes punës së përditshme të mira në punësve publik. Shteti nuk funksionon vetëm përmes politikave dhe vendimeve që miratohen, por përmes njerëzve që i zbatojnë ato çdo ditë. Ky është edhe mesazhi që qëndron si në themel të ditës së shërbimit publik. Prandaj kjo ditë është para se gjithashtu një ditë mirënjohjeje në punësit publik të Republikës së Kosovës, të cilët përmes punës së tyre të përditshme e shndrojnë veprimit institucional në shërbim konkret për qytetarët. Nga këndvështrimi i Ministrisë së Digitalizimit dhe Administratës Publike, pyetja kryesore është e thjeshtë: si ta bëjmë administratën publike më efikase për qytetarët dhe njëkohësisht më tërheqëse, më mbështetëse dhe më motivuese për ata që punojnë brenda saj. E përgjigja qëndron në bashkimin e dy proceseve që shpesh janë parë të ndara, pra reformën e administratës publike dhe transformimin digjital. Digitalizimi pa reformë administrative vetëm e zhvendos birokracinë nga letra në ekran, ndërsa reforma administrative pa digitalizim mbetet e ngadalt, e fragmentuar dhe e vështirë për të matur. Prandaj qëllimi ynë është i qartë të ndërtojmë një administratë profesionale në njerëz, të thjeshtë në procedura, të sigurt në sisteme dhe të matshme në rezultate. Fundja për te teknologjisë, transformimi digital ka të bëjë me mënyrën se si organizohet puna, si bashkëpunojnë institucionet, si menaxhohen të dhënat dhe si merren vendimet. Për këtë arsye, reforma administrative dhe transformimi digital janë dy anë të së njëjtës medalje. Dhe kjo është arsyeja pse, paralelisht me reformën e administratës publike, po investojmë në platforma dhe sistemet që e bëjnë shtetin tonë më të koordinuar, më efikas dhe më të orientuar drejt rezultateve. Po avancojmë platformën e interoperabilitetit për shkëmbim të sigurt të dhënave ndërmjet institucioneve, katalogun qeveritar të dhënave për menaxhim dhe shfrytëzim më të mirë të informacionit që posedon shteti, si dhe platformën barë qeveritare që do të mundsoj planifikim, monitorim dhe vendimmarrje të bazuar në të dhëna. Në të njëjtën kohë, po punojmë në zgjerimin e shërbimeve digjitale në e-Kosova, zhvillimin e shërbimeve të integruar të bazuara në ngjarje jetësore dhe modernizimin e proceseve të brendshme të administratës publike. Tashmë kemi mbi 320 shërbime elektronike në e-Kosova, por qëllimi nuk është vetëm të rrisim numrin e shërbimeve online.
Synimi ynë është të transformojmë rëndësisht mënyrën e ofrimit të shërbimeve duke e vendosur qytetarin në qendër, e kjo nënkupton rinxhinierim dhe thjeshtim procedurash, shkëmbim dhe qeverisje efektive të të dhënave të shtetit, por edhe sisteme e regjistra që plotësojnë standardet e larta të sigurisë. Sepse kur institucionet shkëmbejnë të dhëna, qytetari nuk ka nevojë të barë dokumente nga një sportel në tjetrin. Kur procedurat thjeshtësohen në punësi publik, mund të fokusohet më shumë në nevojat e qytetarëve dhe më pak në procedura burokratike. Kur vendimet mbështeten në të dhëna, politikat bëhen më efektive dhe më transparente. Dhe kur sistemet janë të sigurta, rritet besimi i qytetarëve në institucionet publike. Por transformimi i administratës publike nuk është vetëm çështje teknologjie. Mbi të gjitha është çështje njerëzish. Asnjë platformë, asnjë sistem dhe asnjë reformë nuk mund të japë rezultate pa zyrtarët që e zbatojnë atë në praktikë. Prandaj, investimi më i rëndësishëm që mund të bëjmë është investimi te njerëzit që shërbejnë shtetit dhe qytetarëve. Në politikat tona në vijim për reformimin e administratës publike, fokusi ynë do të jetë gjithnjë më shumë te kapitali njerëzor. Si të tërheqim profesionistët më të mirë, si të zhvillojmë aftësitë e tyre, si të ndërtojmë udhëheqje moderne dhe si të krijojmë një kulturë ku profesionalizmi, integriteti dhe performanca shpërblehen. Administrata e së ardhmes nuk mund të matet me numrin e procedurave që zbaton, por vlerën që krijon për qytetarët. Për këtë arsye, strategjia e re e reformës administratës publike duhet të vendosë në qendër zhvillimin e njerëzve krahas modernizimit të proceseve dhe teknologjisë. Synimi ynë është të ndërtojmë një administratë që mëson vazhdimisht, që përshtatet me ndryshimet, që përdor teknologjinë me përgjegjësi dhe që mat suksesin e saj me rezultatet që arrin për qytetarët. Të dashur shërbyes civil, ju jeni motori i këtij transformimi. Roli ynë si ministri është t'ju ofrojë mjetet, sistemet, trajnimet dhe mbështetjen e nevojshme që ju të kryeni punën tuaj sa më mirë. Në këtë ditë të shërbimit publik, ju falenderoj për përkushtimin dhe kontributin tuaj në ndërtimin e një administrate moderne, profesionale dhe në shërbim të qytetarëve. Le të vazhdojmë së bashku të ndërtojmë një administratë që punon me të dhëna, shërben me dinjitet, vendos me drejtësi dhe përdor teknologjinë për t'ia lehtësuar jetën qytetarëve. Urime ditën e shërbimit publik. Ju faleminderit shumë. But first and foremost, a very warm welcome on behalf of the European Union to all the civil servants here in the room today. For me, it is an honor and a pleasure and a privilege, I have to say, sincerely, to be allowed to be given the podium here to address you today. And I wanted to pass 3 very brief messages, and the first one is a more personal one, and I was wondering, what can I share with you that adds value, so to say? And it came to my mind that I myself am a civil servant as well. I'm a civil servant of the European Commission. This year I have been celebrating my 30th year of service, and Honorable Prime Minister, you have rightly pointed out that it is all about us seeing ourselves to be there at the service, in my case, of the European Union citizens, but as well of the citizens in the countries that I've been serving, and this is my 5th embassy now that I have been into. So I think I do understand where you come from, what are your challenges, and what is the job that you're actually doing on a day-to-day basis. So in this respect, I think today is a day of celebration, but it is as well a day of reflection. And a few points of reflection I wanted to start with. Indeed, your job as civil servant is becoming more and more challenging every day. It is about dealing with so many new tasks that you have to fulfill. The timelines are always getting shorter. The use of digital tools make it more and more difficult for everybody to respond to the needs in real time. And the complexities of your job and the demands are higher and higher. But having said that, and I think it is really important that we stick to the core and to the basics, it's about serving to the benefit of the citizens, in this case of the citizens of Kosovo.
that this is something that we need to keep at our heart and never to lose sight of. Digitalization can play a very vital role in making your job easier and making it more efficient and effective in serving your citizens. And I think the foresight of having created now a Ministry of Public Administration and Digitalization together, I think is the right move and shows as well the strategic foresight that your government has put in place by doing so. Nevertheless, I think it is important as well to remind us that digitalization and digital should only become a tool and should not become our master in providing the services.